I nderuar ati rasim të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Shikoni se si na I ka bërë Zoti jetën, fest. Sa festa kemi ne të krishterët? Në çdo muaj të vitit kemi plot festa. Por si erdhen këto festa? Si erdhen këto gëzime? Si erdhen këto panajire që ne kemi? Erdhen me mundimet, me mundimit në Zotit, e shërborëve. Çfarë thot Apostull Pavli? Te ne vepron vdekja që te ju jeta. Dhe këtë e shikojmë si në shembullin e Zotit Krisht, I cili vdiq për mëkatet tona dhe u ngjall që të na jap jetë në Zotin. E shikojmë tek apostujt, e shikojmë tek shenjtorët, e shikojmë në mënyrë të veçantë tek martirët, të cilët përsërisin Krishtin, vuajtjet e Krishtit në çdo kohë, deri në ardhin e dytë të Tij. Dhe sot kemi një fest, kemi një panajir, sepse jemi mbledhur në nder dhe kujtim të Shën Vlashit. Një shenjtor kaq I dashur, kaq popullor në gjithë kishën ortodokse, veçanërisht në vendin ton dhe në këtë zonë. Duke filluar nga qyteti I Durrësit deri në Dubrovnik, Shën Vlashi është një shenjtor që nderohet jashtëzakonisht. Në këtë shtrirje gjeografike ka rreth 30 kisha të Shën Vlashit. Por sot na thuhet që ne nderojmë Shën Vlashin e Armenisë, që ishte një I krishter, I devotshëm, I cili u arrestua në kohën e Agrikolës dhe ai u torturua në një tempull dhe pastaj ju pre koka. Por do dini se në sinaksaret e kishës ka disa mbivendosje. Dhe studiusit janë të mendimit se ka 2 shënavlash që kanë një jetë të njëjtë, si shënavlashi I Armenisë, por dhe një tjetër shënavlash, jerodëshmor, episkop dhe dëshmor I Arbërisë, në Sebaste të Arbërisë. Na flitet nga dokumentet që janë si në kishën romano-katolike, por edhe në kishën tonë ortodokse, se ka qenë një I krishter I devotshëm, madje një episkop, që ishte episkop I Sebastes. Sebaste është laçi I sotëm. Dhe atje ai baritonte ose drejtonte popullin e Perëndisë. Thuhet që ai për shkak të përndjekjes strehoi në një shpellë, qëndronte aty dhe lutja e tij kishte zbutur edhe kafshët e egra, të cilët vinin rreth tij. Por kur e zbuluan dhe e spionuan, atëre e arrestuan dhe e morën zvarr dhe e sollën në një kodër, ku ishte një tempull pagan. Kodra është sot e kësaj dite që është kodra që quhet kodra e manastirit të Shënavlashit. Aty e lidhen në një shtyllë, e torturuan, madje e çonin edhe në det për ta mbytur dhe më në fund I pren kokën. Dhe sot gjendet në Draç edhe një kript që quhet kripta ose vari I episkopit martir Shënavlash. Madje në Dubrovnik gjenden edhe eshtrat, lipsani I Shënavlashit jerodëshmor, episkop. Pra gjithë të fakte, shpella që është në Laç sot e kësaj dite, që është shpella e Shënavlashit, që ka gjurmën e kokës së tij, gjithë rruga e gjurmëve, që kanë qenë shenjat e trupit të këtij jerodëshmori, shtylla që ka qenë në manastirin e Shënavlashit, që fatkesisht u prish dhe u shkatrua në 67-ën, varri që është në Draç, lipsani që është në Dubrovnik, na tregon faktin se kemi një shenjtor tonin, në kuptimin tonin lokal, në vendin ton, I cili ka jetuar në këtë vend, është shenjtëruar në këtë vend, është martirizuar në këtë vend, dhe është një shenjtor mbrojtës I këtij vendi, I gjithë kësaj zone në veri të Ballkanit. Pra të dashur të krishterë, jemi të privilegjuar, sepse atje ku ka një martir, jo vetëm atje ndërtohet një kishë, si ishte
kisha dhe manastiri Shënavlashit, por atje është një spital, sepse hiri i Perëndis qëndron me fuqi aty, është një rrugë e hapur, është një kolon shtylle, zjarri dhe drite hyjnore sa herë që njerëzit shkojnë. Kjo është arsyeja pse manastiri Shënavlashit, edhe pse ka kaluar shumë peripeci, ai qëndron. Është një manastir shekullor. Thuhet që njerëzit e ndërtuan atë manastir sepse aty dilte një dritë nga toka. Patjetër që këto mund të jenë dhe gojllëna, por dim që gjithmonë kishat ndërtohen ose ndërtoheshin mbi vendet ku shenjtorët janë martirizuar. Dhe pra aty në kodrën e Shënavlashit është martirizuar një i krishter, dhe jo i krishter zakonshëm, por një episkop martir. Dhe juve që jeni më të moshuar, ose ju ka thënë gojllonat që aty dhe të afërmit tuaj që ishte një shtyllë, që djersiste. Çfarë ishte kjo shtyllë? Ne nuk besojmë të gurët, as të drurët, ne nuk kemi idhujtar, por shtylla na lidh me një person, me Shënavlashin, i cili ishte torturuar duke u lidhur në atë shtyllë dhe la një shenjë. Dhe mrekullin nuk e bënte shtylla, e bënte shenjtori. As shenjtori e bën Krishti, por shenjtorët luten tek Zoti Krisht. Dhe Zoti nëpërmjet shenjtorëve dërgon hirin. Kështu pra të dashur krishterë, jemi një tokë e bekuar, jemi një tokë e vaditur me gjak martirës, që në shekujin e parë. Edhe vazhdojmë në shekuj dhe deri në fund do kemi shenjtor dhe martir edhe në këtë vend. Dhe martirizimi që kërkon Zoti sot tek neve nuk është ndoshta me gjakun, por është me dëshmi. Ne duhet të dëshmojmë si shenjtorët për Krishtin, të mos kemi turp nga njerëzit, as mos friksohemi, as mos të riqemi, dhe të dëshmojmë me jetën tonë, me fjalët tona, me doktrinën tonë, sepse jemi në një kohë të ligë, në një kohë errësire, paditurie, mëkati, dhe është detyra jonë të dëshmojmë për Krishtin. Por duhet të martirizojmë edhe mëkatet dhe pasionet tona, sepse do të një skandal i madh nëse ne themi jemi krishterë dhe jetojmë si pagan. Çfarë thot Zoti? Për shkakun tuaj shahet emri im. Pra duhet të jetojmë si të krishterë. Dhe ndoshta duhet durojmë dhe vuajtje. Ai që duron një sëmundje pa ankuar është një martir. Prandaj dhe Zoti lejon disa vuajtje që të na shenjtërojnë ne, po të vuajmë edhe për të tjerët. Dhe mbi të gjitha të kemi një fund të krishterë. Dhe ky është një fund martirik. Ose edhe ndoshta Zoti na thën për të bërë dhe martir. Lum ata që do ta kenë këtë privilegj, sepse ata do të jenë të ngjashëm me Krishtin. Të dashur të krishterë, edhe diçka tjetër që nuk duhet të harrojmë. Sot fatkeqësisht për shkak të mëkateve janë përhapur shumë sëmundjet, sëmundje epidemike, sëmundje vdekjeprurse. Dhe spitalet po shtohen, mjekët po ashtu, mjekësia po zhvillohet, por sëmundjet po shtohen. Nuk po shlirohemi. Pse? Se sëmundjet vijnë nga mëkati. Por kemi haruar dhe një gjë tjetër. Ne kemi haruar se kisha është një spital që shëron çdo sëmundje dhe lëngat, pa dhimbje, pa para, pa mundime, vetëm me besim, vetëm me lutje, vetëm me misteret e kishës, vetëm me uratat e priftërive. Por vim ne në kishë për të shëruar, apo shkojmë me njëherë tek mjeku duke para të si një Zot, apo shkojmë tek spitali duke para të si një tempull, mbasi i harxojmë të gjitha parat, vuajmë, lodhemi, atëherë kujtojmë vim të kisha. Kjo është rruga e gjatë. Rruga e shkurtër është, ke një sëmundje, ke një problem, shko në kishë, lutu, kërko uratën e kishën nëpërmjet klerikëve, pastaj shko dhe te mjeku. Ne kemi vende që bëjnë mrekulli, sëmundje që shërohen dhe që nuk i shëron mjeku. Kush është? Ja manastiri Shënavlashit, që ka shëruar në shekuj breza e breza, sëmundjet pashërueshme. Po mos sot nuk shëron, edhe aty sot është Shënavlashi, edhe aty është e njëjta fuqi, po besa jon ka shterur, është vakur. Prandaj duhet ta falenderojmë Perëndin që na ka dhënë shenjtor të tillë, vende të tilla të shenjta që ne të shërohemi shpirtërisht dhe trupërisht, të fuqizohemi, të imitojmë shenjtorët dhe të kemi një fund të krishterë për lavdinë e Zotit dhe për derën e shenjtorëve. Amin.